Sahih al-Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Imam Bukhariu në hadithin e radhës, në numër 69, në kapitullin e kaluar, kur bën të merret dia nga i vogli, e që mund të titullohet stërpikje me ujë fytyrës fëmijës së vogël. Al-Mahmud bin Ar-Rabi' قال أقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن 5 سنين من دلو. Mahmud bin Ar-Rabi' Allahu qoftë i kënaqur me të tregon. Mbaj mend se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pati mbushur gojën me ujë nga një kove dhe ma pati hedhur fytyrës. E unë atë kohë kam qenë 5 vjeçar. Mahmudi kë Mahmudi, për herë parë këto vije në Sahih al-Bukhari, është Mahmud bin Rabi bin Saraqa al-Khazraji al-Ansari. Është një sahabi i vogël, sepse sahabët dohen sahabët e mëdhej dhe sahabët e vegjël, i cili kishte zënë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam gjallë, edhe kishte mbajtur mend këtë ngjarje që i ka ndodhur me pejgamberin alaihi salatu wassalam. Sa ishte i vogël, rreth moshës 5 vjeçare, e që është spërkatja me ujë fytyrës së tij, siç ka ardhur në hadithin që transmeton ky vet. Ka transmetuar nga hadithin nga Ebu Ejub Ansariu, pastaj Ubadet ibn Samit dhe të tjerë radiallahu anhum. Ndërsa nga ai kanë transmetuar shumë tabi'i, si Raja bin Haywa, Mekhuli, Zuhriu dhe të tjerë. Ka vdekur në vitin 99 Hijri, ka pasur 93 vite, në moshën 93 vite. Ibn Hajeri në librin e tij At-Tadhhib thot, sipas kësaj se ka vdekur në vitin 99 dhe ka pasur 93 vite, dënë pa sa i ka lindur në vitin e 6 Hijri. Dhe se kur ka vdekur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i ka pasur 4 vite dhe ka hyrë për 5 vite. Fëmijë i vogël, sabi. Tani shkojmë pak të hadith e shpjegojmë këtë hadith që na cek Imam Bukhariu dhe nga Mahmudi që tregon këtë ngjarje. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sigurisht ishte njeriu më me edukat, me tërbije, i but e afërt me njerëz, me të gjithë. Gjithsesi edhe me fëmijë, madje është shumë i veçantë, apo ishte shumë i veçantë me fëmijë. Disa transmetime kanë ardhur se se a i lumte me fëmijë, i përgdhelte fëmijët, i përqafante fëmijët, fliste me ta, e të tjerë. Se shtregon edhe kjo ngjarje e Mahmudit, i cili thotë se një shafmi i vogël, e mbajnë mend. Këtë hadith
Këtë hadith e tregon pasi është rritur. Por e tregon kur ka qenë i vogël, të mbaj mend, isha fëmijë i vogël, ndërko 5 vjeç. Kur pejgamberi alayhi salatu wassalam e morri një kofë ujë dhe e mushi gojën me te, apo ndoshta ka pas dikush një kofë ujë, këma nuk e cik shumë detaj për të tregon që ka ndodhur tina. Dhe pe asaj kofe e mushi gojën uja i bekuar dhe ma hedhi fytyrës. Kjo ma hedhi fytyrës ka mundësi ka lujt me te, që bi më relaksu fëmiju, me shti me kish. Ka mundësi ka bërë për bereqet. Për bereqet. Është shumë e mundshme që me spërkatët apo me stërpik me ujë, nga goja e tij e pastërt. Sigur se që ka vepruar alayhi salatu wassalam në shumë raste, me diçka që është quajtur tahnik. Kur dikujt i ka lindur ndonjë fëmijë, e ka pru të pejgamberi alayhi salatu wassalam me u lut për te, ose i ka dërgu pejgamberit se më ka lindur një fëmijë, djalë apo vajzë. Dhe ai bekuar ka pas tradit. Pastaj e ka marrë një hurme në butë dhe e ka gjitë për gishti. E ka shtin gojë njëherë, e ka përty pak derisa zbut, pastaj ka qitë për gishti, e ka qitë në gishtë dhe ka lidh gishtin këto rreth gishtit, e pastaj ka shtin gojë fëmijët, mja prejkë në nofullme në sipërme. E që i bie ka shku lëng i hurme se nofullme në sipërme. Dhe kjo ka qenë seni i parë që i ka shku fëmijët në gojë. Kjo quhet tahnik. Pra ka mundësi, për bereqet e ka ba, alayhi salatu wassalam, edhe këtë rast kër e ka stërpik këtë sahabi me ujë nga goja e tina. Ka mundësi e ka bërë për relaksim. Për me i tregue babasit ti dhe të tjere sahabëve se dohet me lujt me fëmi, dohet me i dasht fëmin, dohet me zbrit nivel të fëmive. Nga se burrat si burra, qëndrimet e tyne i kanë si mbas vendit. Që është poplet të këne si mbas vendit, është atë ko vendi. Burrat si burra, qëndrimet e tyre i kanë si mbas vendit. Kur janë mes burrave në odë, në rrugë, në luft, janë burra. Dhe veç burra tjetër jo. Por kur janë me fëmijët e tyne, janë fëmijë. Zbërat mentalitetin e fëmijët. Po kur janë me pleq, të shtyrë në mosh, janë pleq. Ama dhe kur janë me gra, u përgjajnë, apo bin nivel grave. Kështu kanë qenë ata burrat mëdhej. Dhe kjo është metodologjia më e mirë, më e suksesshme e një burri për me kanë me të tonë mirë dhe me dashtë të tonë. Kajtë me dashtë. Kështu ka qenë kjo i bekuar. Për atë me thmi, për shamë Hasan e me Hisenin, nipat e ti, ka lijuar me hipën shpinë. E kjo me ecë këtë në dorën kam si kalja ta me hipë shpinë. Ma dje me majtë edhe në kra, edhe namaz. Hopa fëmiju.
sepse ashtu ai edukohet, relaksohet fëmiju. Pra, ky bekuar don me e ka bërë këtë veprim, po kjo tregon edhe modestinë e tina. Modestinë, ai ka qenë më modesti, ku e ladhatoi, e përgdheli këtë fëmijë që ka ishte njeriu më i madh në atë kohë dhe në të në kohërat. Alehi salatu wassalam. E modestia, thjeshtësia, është gjenshmëri, është cilësia artë. Dhe se e tillë ngrit njeriu në shumë. Ngrit njeriu. Përkundër mendje madhësisë, e kryelartësisë, e cila vetëm sa e ul njeriu. Imam Bukhariu, Allah e pas mëshiruar, këtë hadith nuk e cek për të treguar se si duhet me lujt me fëmijë. Nuk e ka këtë qëllim. Por e cek këtë hadith për të vërtetuar atë që ka cek më lartë nga hadithi Abdullah ibn Abbasit, se për të përcjellur dijen, për të transmetuar e përcjellur të tjerëve atë, nuk është kusht me qenë i madh i mosharritur. Bën edhe i vogël. E ky në këtë rast, kur i ka ndodhur kjo ngjarje, ky vetë po thotë kanë pas diku 5 vite. E po e tregon kur u bë i madh pastaj. Por nuk i kanë thënë sahabët ata që të kanë ndodhur kur e kanë fëmijë, nuk e manë më mirë, e kanë i papjekun, në të moshën madhore, e kanë sabi, nuk ta marrim, nuk i kanë thonë. Por e kanë marrë për tina dhe va kanë përcjellur të tjerëve. Dhe kjo është legjitime, dhe është në rregull, dhe kështu duhet vepruar njerëzit. Allahu a'lam, wa sallallahu wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad. Assalamu alaikum. صحيح البخاري